Sherr mes dy familjeve përfshihet efektivi i policisë AMP e merr nën hetim bashkë me vëllain. Një përleshje mes dy familjeve ka ndodhur ku në konflikt rezulton se është përfshirë dhe një efektiv i policisë së shtetit. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 17 në Gramsh, ndërsa nën hetim pas grindjes u morën 4 persona, respektivisht babë bir dhe dy vëllezër. Policia vendori bëri me dije se dyshohet se EH 46 vjeç dhe LA 49 vjeç janë konfliktuar për motive të dobta. Gjithashtu në konflikt u përfshi edhe djali 46 vjeçarit, një 17 vjeçar, si dhe vllai 49 vjeçarit, shtetasi FA 57 vjeç, punonjës policie, bën me dije burimet zyrtare. Në vijim të veprimeve për këtë rast, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Gramsh referuan materialet në prokurori ku nisi procedim penal për EH 49 vjeç për veprën penale, dëmtime të tjera me dashje, sa i përket veprimeve proceduriale që lidhen me 49 vjeçarin dhe vëllain e tij. FA, punonjës policie, ato po kryen nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore AMP. Sqaroi policia, materialet proceduriale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Elbasan për veprime të mëtejshme, teksa pritet të sqarohet dinamika dhe shkaqjet e përleshjes mes tyre.